para kuvendit të fundit. E kanë pranuar, e kanë uruar në fakt edhe rikonfirmimin e Abdigjikut. Krejt është në rregull, po megjithatë unë sot në deklaratat e disa prej tyre e pash që nuk është bash ashtu. Domethënë mund të ketë një pajtim sa i përket vazhdimit të zotërit Abdigjikut që të vazhdoj deri në kuvendit e rregulltarshëm të LDK-s, mirë po sa i përket votave për president mendoj që disa ishin të rezervuar, në veçanti zonja Hikmete Bajramit, cilën e ndëgjova që tha që Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta ketë presidentin. Dhe të drejtë, tha, me të drejtë një kërkesë sekretarit Abdigjikut. Po, tash cituar zonjën Bajramit. Unë nuk e kam dëgjuar kryetarin Abdigjikut që e ka thënë publikisht, ndoshta në takimet të brendshme me liderin e vetëvendosjes, e ka thënë, po jashtë nuk e ka thënë. Kjo ka një domethënie për shkak se deklaratat politike janë shumë të rëndësishme. Unë mendoj që duhet të gjendet një zgjidhje që mos të shkojmë prapë në zgjedhje, për shkak se sipas me as kujt nuk i konvenojnë zgjedhjet, e në veçanti Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, për shkak se në qoftë se shkojmë në zgjedhje mund të rrezikohen edhe të binë edhe më poshtë se sa që kanë qenë. Për këtë duhet kem një opinion prej zotrit Veliu. A mendoni që nëse shkojmë në zgjedhje nesër pas nesër dëmtohen LDK dhe Aleanca?